mirëmëngjese, vini në një vlog tjetër, unë jam bërë gati, kemi një kohë super të bukur dhe kështu na e ka dhënë këtë ditë edhe duhet t'i shfrytëzojmë në maksimum. Unë jam bërë gati sepse më mori raj dhe do dalim bashk, do shkojmë nga deti, sepse unë në fakt kisha kohë pa parë çik det, edhe i thash iki më mirë ndej, edhe tim që do jetë pak ftohtë, por të paktën të shikojmë pak det edhe të shfrytëzojmë këtë ditën me diell. Flokët i kam kapur sepse nuk i kisha fare mirë, por më vonë do ju tregoj sepse kam bler dje boj flokësh edhe do t'ju lyej, do t'i heqim këto bjondet sepse floku im është shkatëruar nga dekolorusi. Jam bërë gati dhe kam veshur këtë fustanin që është i Zarës, që është i gjatë. Është i gjatë poshtë fare gjurit, e kam veshur me aksat edhe me këto çorapet ngjyrë kafe. Kam ndërësur t'i kap flokët, si që thash, versosa këto perlat, një çantë të zezë do marr, do vesh xhupin Calvin Klein të shkurtrin, sepse nuk është shumë ftohtë, dhe ikim sepse do takohem me Rain dhe mos vonohemi më shumë. Në këtë vlog kemi për të bërë një recetë shumë interesante që mezi pres ta përgatis, dhe shumë njerëz mezi presin ta hanë, sepse i ka marrë malli për ato lloj torte që do bëjmë, duke qenë se kemi edhe 8 marsi. Por shumë gjëra të tjera që do ndodhi, do ja u tregojmë në këtë vlog, nuk po ja u zbuloj që tani në fillim. Ja, je shumë mirë. Je shumë mirë. Je shumë mirë, anë s'qep, ndërkohë s'ka. Jo, në shof. E nisë. Po, e kam nisëm. Unë gjithmonë s'marr syze, edhe pse është diell. Anë që sot ta sot që tash po shumë, por unë isha po shumë kapunë. Hajde nëse do ikim, do gjejmë të deti. Tani po kërkojmë detin, po detin s'po gjejmë. Tani duhet të gjejmë detin, gjejmë një lokal të ulemi. Bërëm ecjen për sot u kënaqur, kemi bërë gjithë të ecje. Kemi bërë ca video foto të bukura. Malore. Po. Kemi spritur malore. Edhe bëjmë në i foto të bukura. Po në të po prisë. Sa po erdha në shtëpi, t'ju tregoj shpejt se çfarë kam bler, sepse dua të përgatis një gjë për të ngrënë, se nuk kam ngrënë që në mëngjes. Me që e kam në dorë, mora ara, sepse do fillojmë të përgatisim një tortë tradicionale me petë. Besoj e i kuptoni se për kë e kam fjalën. Nuk e kam bërë asnjëherë, por shpresoj të më dali e mirë dhe mezi pres ta përgatisim. Sot do bëjmë vetëm pjesën e pandispanjës, ndërsa nesër do bëjmë të gjithë procesin tjetër. Gjithmonë kur bëj tort, procesin e pandispanjën do me thënë, e bëj një ditë para. Mora vezë, sepse nuk kisha mjaftueshëm edhe për pandispanjën, edhe për kremin, për marengën e tortës. Mora te Nespresso, kapsulat e kafes për Xhesin, sepse po çdo ditë ne kafe ne pim në shtëpi. Por Xhesit i mbarohen më shpejt sepse unë e pi edhe turken edhe jo për ditë pi kafe nga ekspresi. Tani, në supermarket, mora një kakao, sepse dua që ta bëj pandispanjën me kakao, jo të bardhë. Mora një pec foliat, që do të më duhet për tortën, do ta bëjmë te me petë, sepse kam parë që e bëjnë edhe pa petë, por unë sa rast dua ta bëj me petë. Këtë e mora te Sinsai, kishin dalë plot gjëra për Pashkës, siç ju kam treguar dhe nga dyqanet e tjera. Dhe mora këtë gjën këtu për të vendosur vezët, është prej balti, keramik, si nuk e di si mund ta quaj, dhe ka këtë ngjyrën e bukur. Ishte edhe një tjetër me një lepur këtu sipër, por mendova që ajo do përdoret vetëm për Pashkët, kurse këtë mund ta përdor edhe gjatë sezoneve të tjera, sepse është shumë e bukur, mund ta përdor edhe në pranverë, edhe në verë. Ka ngjyrë shumë të bukur edhe
më hyn në punë për shumë stil të tjera. Tjetër, mora një gjë për vete, shkon te rezerve sepse i thash Rai që kishte ulje dhe ajo nuk mori asgjë për vete, kurse unë gjeta këto pantallonat. Ky lloj pantalloni mua më shkon shumë. Është stili im edhe më pëlqen shumë dhe i kërkoja një palë pantallona në ngjyrën gri me Vito Hall. Këto i pash me ulje, i gjeta me ulje, ishin masa extra small, por është lloj materiali që hapen edhe më rinë shumë mirë, sepse unë përgjithësi marr masën S ose M, varet nga prerja, varet nga copa. Këto për shkakun që ishin extra small, mua më rinë shumë mirë. Janë gri edhe kanë këtë vijën e Hall, që është kafe shumë e bukur. Ka edhe këtë ripi ngjyrë kafe të errët, ngjyrë çokoladë si mund ta quajmë. Janë të gjata, siç mua më pëlqejnë, edhe më rinin shumë mirë mbas trupit. Më pëlqen shumë. Dhe këto i mora me shumë ulje. Këto janë nga 40 euro, unë i kam marrë 10 euro. Nuk e di domethënë. Më pak se gjysmë të çmimit. I bie 72% ulje. Dhe ja super vlejnë. Nga 40 euro ti marrësh 10 euro, janë super vlejnë. Tani ti fusim në te rrobat e Palara dhe ti lajm. Ti vendosim në përvend edhe këto gjërat e tjera. Të përgatis makarona me mish të grill, kam nxjerr mishin e grill dhe do bëjmë makaronat. Pastaj do merrem me pandispanjë. Do përdor vetëm 5 kopra ves, jo më shumë, sepse nuk dua të bëj një tort shumë të madhe. Si fillim do masim, do peshojmë ingredientët e thatë, siç është mielli. Unë kam menduar që për këtë tort, duke qenë se mund ta bëni pandespanjën dhe me vanilje, mund ta bëni edhe me kakao. Kështu që unë do t'i shtoj kakao, e dua që të ketë ngjyrën e zez pandespanja me shije çokolade. Ti bëjmë fix për masat. Do shtojmë kakaon tek i njëjti tas, do shtoj vetëm 50 gram. Do shtojmë 50 gram. Do shtojmë edhe 2 luk me një seshte, ose 3. Nuk është se na pret shumë po. Tani unë s'kam marrë një luk dhe po merrem me këtë spatulën. Por nuk ka gjë. Një luk, 2 luk plot. Edhe pak. Dhe i kemi tamam. I përzim të gjitha dhe do shtojmë tek tasi tjetër i madh vezët dhe sheqerin. Mirëmëngjesi, dikush do luaj flokët, i kam bërë gati këtu. 2 boj, kuti boj. Kam marrë këtë paletën edhe kam marrë dark brown, kafe e errët, në mënyrë që t'i mbuloj të gjitha këto flokët e mia të lyera. Mezi pres rezultatin sepse mezi kam krehur tani nga që më janë ndjekur shumë edhe është bërë shumë e vështirë edhe krehja edhe larja e tyre. Tjetër, kam lërë me krem këtu anë ban, do bëj këtë pjesën e si thon kurorës këtu, që pastaj Xhesit më bëj pjesën tjetër, por këtë pjesën para ta bëj vet, që mos të më llangosi dhe mos më ngelet në një vend e pa lyer.
Shpresoj të na dalë mirë dhe mos lëm vende pa lyer dhe të dukemi si lugetër. Po bëra dush, I rash edhe një fshes shtëpi sepse ishte për pak pis. Edhe tani është momenti që të përgatisim kremin që do na duhet për tortën me pet ose tortë me vezë, nuk e di se si quhet, se si e quani, sepse ka disa që e thon me pet, ka disa që e quajnë me vezë. Pandispanjen e kam gati, do ja u tregoj për pak. E kam prerë që në mëngjes që u zgjova, që ajo ishte e ftohtë plotësisht. Ndërkohë këtu kam reçel qershie. E kisha në frigorifer, por duke qenë se ajo vinte më shumë si trajt xheli, nuk e di si mund ta quaj, si marmeladë qershie, e përsjeva me pak ujë, e vlova dhe është e lëngshme, është fiks për të spërkatur pandispanjën, që të na dali e butë edhe ashtu siç duhet. Tani do marr vezët, të cilat I kam në temperaturë ambienti, kam lënë aty. Do I ndajmë të bardhat na të verdha dhe të bardhat do t'i përdorim për të bërë për t'i rahur vezët dhe për t'i përzierë më pas me shërbetin që do përgatisim. Unë do përdor 6 të bardha vezësh edhe 100 ml ujë me 2 gota sheqer. Gotat e sheqerit që do përdor do jenë këto të voglët këtu. Një sekond, do jenë këto. 2 nga këto gotat dhe 100 ml ujë. Do e lëm të vloj dhe pasi ka filluar të vloj do e lëm 6 deri në 8 minuta që të trashet dhe ashtu të nxehtë do ta shtojmë tek vezët që do t'i rahim mirë me mikserin. Shpresoj të më dali e mirë. Unë e kam përgatitur këtë kur kam qenë tek pastiçeria që bëra si tip intershipje, si tip kursi 3 muaj e ca. Por e kam bërë në krye të shefit që më shihte veprimet që bëja dhe sot është hera e parë që do ta përgatis vetë. Mendoj se do t'ja dal. Tani të fillojmë na puna, apo të shkoj një herë të makinat. Të shkoj në fakt një herë të kref flokët, t'i vendos atë serumin edhe maskën që kam, dhe më pas të vi këtu të përgatisim kremin. Këtu kam pandispanjën, janë krijuar 4 shtresa dhe do t'i lag me qunë më shpak edhe më pas do t'i vendosim reçelin. Por fillimisht, para se të vazhdojmë me pandispanjën, do bëjmë shërbetin që do na duhet për të bardhat e vezëve. Kremi është gati. Tani po pres që të piqen edhe petët sfoljat dhe të fillojmë me përgatitjen e tortës. Tani nuk e di se si është drita këtu, por nuk po më pëlqen shumë, mbase bie shumë ndriçimi, po ta mbaj nga ana këte. Tani po. Ndërkohë unë s'kam bateri. Edhe torta, nuk e di, por jam shumë e kënaqur me përfundimin, duke qenë se është hera e parë që e përgatis. Me kremin që mbeti bëra këto lulet sipër, edhe këto ansoret, se më vinte keq që të hidhja kremin, edhe bëra 2 shtresa me krem të tillë. Sapo bëra edhe fotët, I vendosa vezët e kjo që bleva atje, edhe me si pres ta provoj mbas dite, ose nga darka kur të vi Gjesi nga puna, sepse tani do ta vendos në frigorifer. Thoni pak çfarë note më jepni dhe se si ju duket.
Do duket edhe torta nga brenda. Nuk I di, ishte shumë e shishme. Mirëmëngjesi. Ora në fakt është gati 12. Unë mlodha pak shpinë, po pija të kafen turke dhe po shikoja një vlog në YouTube. T'ju tregoj pak vlogun tim të tharë. Nga dje, si që lava, I kapa në fakt me kapse të pus, sepse po gatuaja, po bëja të tortën me pet. Edhe shikoni pak, nuk e di, po më bëhet pak çudi, sepse unë kur I thaja flokët dhe I kisha ato bjonde të lyra, më bëheshin kështu të hapura, si lesh, nuk e di. Kjo boja e supermarketit e di që ka kimikates edhe amoniake, si çdo gjë tjetër, si çdo lloj boje tjetër, por ta lë flokën shumë të butë. Edhe mami më thot ma je bërë shumë e bukur. I pëlqejnë shumë flokët e mia dhe tani tha dukesh që je vajza ime, se edhe mami më është brune. Dhe ne jemi të lindura për të qenë brune. Nuk e di pse I bëj ato budalliqet që njërë në 2 vjet kujtohen për t'i bërë bjonde, por ja ku po e them dhe këtu, nuk mendoj se do I luej më në ato lloj mënyre. Jam pak të errta në fillim, por besoj se pas disa larjeve do shkarkoj ngjyra dhe do duket akoma më mirë. Unë si që pa tregova pak ato tulipanët, sepse vërtet I mora me ofertë, por u prishën shumë shpejt. Sot nesër e bënin javën, ndërkohë kur I marr pa ofertë fare tulipanët, shkojnë gati 10-12 ditë. Mbas e marrim të tjera gjatë javës, por këto tek dhoma ime, 2 copë që kam janë në gjendje të mirë, kurse ato te salloni I seleksionova. Tani, ju kisha nuk e di, mbas se ju kam thënë, sot do dal me Rajn të festojmë për 8 marsin. Sot është 7 mars në fakt, por ai lokali që ne gjetëm, që na pëlqeu, kishte data, domethënë nesër ishte mbyllur, edhe ishte vetëm sot hapur. Orën e kemi në orën 8 rezervimin, sepse nuk kishte asnjë orë të lirë. I tham që nëse lirohet ndonjë më herët, për shembull në ora 6, do ishte super më mirë, sepse këtu e dini që ju erësohet shpejt edhe unë nuk më pëlqen të rri aq vonë, por njerë do bëjmë përjashtim, duke që se kemi festen. Dje lava të gjitha rrobat që kishim, edhe kisha menduar të vishja të fundin e zi që është serioz, po është pak I qarë para, me çizmet me tak, duke qenë se Bora ka shkrirë në për trotuaret kur ne kalojmë dhe nuk është më e ngrirë, me këmishën kafe që bleva herën e kaluar. Por, duke qenë se kisha menduar këtë lloj outfiti, unë nuk gjej getat, nuk gjej asnjë lloj gete. Unë mbaj mend që kam pasur 2-3 palë nga ato të trashat që janë të zeza dhe janë fiks për këtu. Nuk I gjej se ku I kam dhe nuk e di a do t'i gjej derisa të shkoj ora që të dal. Por kam opsionin numër 2. Mendoj të vesh një palë xhinse që më rinë shumë mirë në trup, nuk janë shumë shtat lart. I keni parë, I kam veshur edhe herë të tjera. Dhe mendoj t'i vesh ose me këtë këmishën që unë bleva dhe me çizmet me tak, ose t'i vesh me një bluzë të zezë, ja ta marr pak, po e gjeta shpejt. Tani,
Ose do ta vesh me këmishin që ju tregova, ose me këtë bluzën që është tamam si materiali i asaj bluzës ngjyrë blu që bleva tek HM-ja me ulje kur dola me Rain, ose mund ta vesh me këtë. Por duke qenë se të flokët e zeza tani nuk e di se si do duken, por do t'i provojmë bashkë me këmishin edhe me këtë, kush do na rrijë më mirë. Dhe nëse nuk më pëlqejnë se si rrin xhinset, mund të vesh pantallonat që bleva me çizmen me tak, dalin shumë bukur, dhe me këtë bluzën e zezë që mos bëhemi gjithë shumë errët, kupton? Edhe ti thyejmë pak ngjyrat kafe me zezë, edhe unë mos dukem shumë errët tani që kam dhe flokët e lyera. Kështu kam menduar, por do shikoj më vonë se është akoma herët. Sot për të gatuar kam menduar mos gatuaj asnjë gjë sepse kam disa gjëra që kanë ngelur dhe kam shumë inat nëse flaken. Kështu që do ham gjërat që na kanë vetur në frigorifer. Tjetër që doja të thosh edhe një gjë tjetër është që torta ka dalë shumë e mirë. Gjesi përsëri ma gjen një gjë, thot për pandisfajen që është pak e thatë, por nuk e di pse i duket e thatë, mua më duket normale, mbase duhet jetë pak fare më e butë, por mendoj se ja kam dalë me shijen dhe se si ka dalë do me thënë në tekstur, shijen e kam tamam si tortat me petë që marrim në Tiranë. Nuk do them që është si ato tortat që marrim me petë për shembull te pasticeri Bilbili, sepse ai i qanë, por si herë e parë që unë e kam provuar ta bëj, ka dalë shumë e mirë. Do ju bëj pastaj një video, do ta presim një copë, sepse nuk kam mundur, kur kam njerëz vërtall nuk bëj dot video rehat, edhe t'ju bëj video për ëmbëlsira për këto gjëra. Tani, ç'a do bëjmë? Ç'a do bëjmë? Do vazhdojmë të pim kafen, dhe kur të vi ora të bëjmë i gati, do e ha përsëri dhe do ju marr me vete në darkë kur të dalë me Rain. Kam qejf të bëj përsëri një nga ato where to eat in Helsinki, siç bëja në Tiranë, vendet që shkoja dhe vizitoja për të ngrënë, sepse di që i keni shumë qejf, dhe dua t'jap edhe sugjerime për nga këtu në Helsinki për njerëzit që jetojnë këtu. Mund t'ju jap sugjerime se ku mund të konsumoni dhe të hani. Për shembull siç ishte te hera e fundit e Boa Bim Bakery Cafe, që pim matchën edhe hëngrëm atë cheesecake-un. Cheesecake-u ishte i mirë, por unë do t'i shtoja Nutella ose pistakjo të shkrirë sipër me fruta, sepse ajo na e solli ashtu të thatë. Ishte i shishëm si cheesecake, por ishte i mangët, i mungonin disa gjëra. Më pas për matchën ju tham që nuk na shijoi shumë, nuk ishte në ato shijet tona tamam, sepse kemi provuar dhe të tjera matcha, por kjo nuk na pëlqeu shumë. Shikojmë sot. Çmimet te ky restorant që kemi parë janë normale, nuk janë shumë të shtrenjta, por do shikojmë se si gatuajnë dhe se si do jetë shërbimi e çdo gjë tjetër. Ne kemi zgjedhur ato opsionin që të jemi përpara kuzhinës dhe të shikojmë shefat kur gatuajnë, sepse është një gjë shumë e bukur. Tani të shohim në titull e keni këtu në YouTube. Unë tani kam nxjerr disa rroba të cilat duhet ju bëj foto dhe t'i hedh në Vinted për të shitur, sepse kisha shumë budalliqe dhe po të gërmoj e di që do nxjerr të tjera. Janë shumë gjëra që i mbajmë aty kot edhe nuk i veshim, nuk e di po më pëlqejnë shumë flokët, më duken me shumë jetë edhe me shumë volum se që kisha me flokët pjonte. Tani derisa të na mësohet vetja këtë muhabet do kemi. Ne ungele duke pyetur Xhesin, a jam mirë? A jam mirë? A duke mirë tani? Edhe kështu. Po nxjerr tani rrobat, t'ju tregoj. Ky njerëz, ky entuziazmi, kjo energjia ime është vetëm nga koha e bukur që kemi. Nuk e di, na ka bekuar Zoti këto 4-5 ditët e fundit, na ka dhënë një super diell. Dhe lexova në një status në Facebook të një faqeje finlandeze që thoshte po na vjen pranvera, tani se sa mund t'i besojmë ne. Pranverës në Finland nuk e dim se sa fillon të shkri Dëbora, e mbush prap, jemi të sigurt për këtë. Do palosim pak edhe këto rrobat që unë i kam derë që mbrëm, dhe duhet të hekuros pantallonat që t'i kem gati për në darkë dhe mos t'i lënë në moment të fundit. Por fillimisht do ju bëj foto rrobat. Outfiti që mendoj për sot, kjo bluza e zezë, pantallonat, për nuk jam e sigurt tani të vesh këto çizmet apo të vesh çizmet me tak të zezat. Mendoj të vesh ato me tak, sepse ngjetem duke veshur sheshka edhe pak të njerë që dalim, veshim taka. Mendoj se do duken mirë. Tani që e shikoj, më bukur çizmet. Më fine. Të paktën e bën më
më elegante se sa me ato kafet, sepse me kafen do ngjante shumë bazike, sikur jam duke dalë thjesht për një kafe, kurse këto unë jam bërë gati dhe tani do dal nga shtëpia. Këto janë flokët që jam munduar mos t'i hap ondet sepse mos më bien. Nuk e di, por flokët më kanë marrë një shkëlqim të papar nga boja. Tre. Mirëmëngjesi, gëzuar 8 marsin të gjitha nënave dhe vajzave që më ndjekin këtu në kanalin tim, qofshin nënat dhe vajzat më të lumtura dhe të forta. Unë tani jam quar, kam pirë kafen, ora në fakt është 12:30, dje erdha rreth orës 11:30 në shtëpi, ishte goxha vonë, dhe më pas jo pam pak Big Brotherin dhe kam fjetur nga ora 2 e natës, edhe sot jemi ngritur në orën 11:11 e ca. Kam bërë kafe si që thash dhe po e pija avash avash, thash të hap kamerën, t'ju uroja për 8 marsin, dhe do nis të bëj pak punët e shtëpisë sepse ka rënë bomba. Këtu tek shtëpia ime ka rënë bomba sepse kam një javë pothuajse që nuk i kam bërë punët ashtu siç unë dua me themel. Edhe kam shumë rroba për të palosur, kam për të mbledhur këto të tjerat. Pra do t'i bëjmë të gjitha, hoqa tani kur u ngrita të gjithë çarçafët e krevatit e lash dritaren hapur që të ajroset dhoma. I kam nxjerr nga shtëpia që të gjithë edhe jam vetëm sepse do bëjmë të gjitha punët. Rai dje më kishte bërë një tuf me tulipan të bardhë edhe thjesht i kam vendosur në vazo siç janë. Pasi të mbarojmë të gjitha punët, do vendosim edhe tulipanët në një vazo të bukur dhe të marrin shtëpia një pamje të mirë, edhe të mbajë era e mirë, të ngjaj tamam, siç duhet. Kështu, dje ja kaluam shumë bukur, mbrëm. Tek ai restoranti që shkuam ishte plot me njerëz, besoj e pat edhe nga klipet. Ishte mirë, do i jepja një not 7 nga 10. Pjata kryesore që morëm pasta, unë mora ravioli të mbushura, Rai mori ca pasta pikante që mua më pëlqyen shumë ato të saj. Rai pothuajse nuk hëngri fare, nuk e di ajo, nuk ka më oreks. Edhe pothuajse përfundova unë duke i ngrënë të gjitha gjërat, ajo thjesht sa merrte nga 2-3 piruna dhe i haja unë pastaj. Pastaj ato starters që morëm në fillim, vetëm patatet më kanë shijuar, ato të tjerat, oktapodi ishte i gatuar mirë, por jo në një gjë kush e di. Ato kalamarit ishin si pa krip, nuk e di si pa shije, nuk më shijuan, me thënë të drejtën. Në total na shkoi 105 euro, nuk është se na shkoi shumë, por që një eksperiencë e re, një vend i ri që provuam, tek shumë. Tani vazhdojmë nga punët, mos vonohem më shumë, para se të më vi njëri në shtëpi edhe kam shumë inat kur kam njerëz në përkëmbë dhe bëj punët, sepse nuk më lën rehat. Shikoni pak flokët, sa bukur më kanë ndenjur nga dje. Shikoni pak, se sa ndritshim kanë edhe sa të buta janë. Rai në fillim tha i ke bërë të errta. Pastaj kur më shikonte gjatë mbrëmjes, më thoshte mua po që të shkojnë më shumë flokët e zeza se sa pjonte. Shikoni tani se sa mirë ndihem me flokun tim, duket vetja me këto flokët e zeza. Vazhdojmë nga puna sepse unë po fillova një muhabet, kaloj në një tjetër dhe vetë videoja Worrying too much about everything you said, it won't do you any good. And too much pressure in your head about everything you said, won't do you any good.